Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lusim mbrëmësoren e parë të dielës së 5 të kohës së Pashkëve. Psalmet I marrim nga java e parë e psalterit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ndarë këtë qengjit para folës, të bardh e me ropë shpëtimi, pas ju shfaq deti kuq, ti këndojmë Krishtit krye prins. Trupi I tij krejt I shenjtë në altar të kryqit I flijuar, duke shijuar dhe gjakun ne në Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmjet Pashkës nga engjëlli I shfarosjes, u çliruam nga zgjedha e faraonit të egër. Tash Pashka jonë është Krishti, edhe qengji që u vra pa faj, që për ne flijoj trupin me pastërti të ndorme. O flije dende e qiltër, nga e cila u shem feri, turma e rubruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, tiranin e vëndër pranga dhe hapdyert e parajsës. Për herë ty rofsh ndërmendje, o Krisht gëzimi I Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus ty të qoft lavdia, që është ndrit me mundje të vdekjes, bashkë me Atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Duart e mia lartësohen drejt teje, por si flia mbrëmjes. Aleluja. Psalmi 141. Lutja në rrezik. O Zot, klitha drejt teje, e jam më shpejt tek unë. Dëgjoj zërin tim kur thëras drejt teje. Unë ngrit lutja ime si timi I kemit në praninë tënde. Lartësimi duarve të mia, por si flia e mbrëmjes. Vërja rojën o Zot gojës sime, edhe rojtaret në derë të buzëve të mia. Mos lejo të prirret zemra ime në punë të këqija, për të së ndërtuar punë të liga me njerëz të paudhë, që të mos I shijoj kënaqësitë e tyre. Le të më rrahi drejti, kjo është mëshirë. Le të më qortoj, por vaji I mëkatarit mos e left kokën time, por paqa uratën përballë mbrapshtisë së tyre. Kur nga greminat I plandosin gjyqtarët e tyre, do të shohin sa të ëmbla kanë qenë fjalët e mia. Por si ashklat e latuesit e të prerësit në për tokë, shpërndahen eshtrat e tyre grykës së nën tokës. Tek ti o Zot janë sytë e mi. Ty të rash ndore, mos lejo të birret shpirti im. Më ruaj prej grackës që më kanë ngrehur, prej pengesave të atyre që bëjnë të keqen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. duart e mia lartësohen drejt teje, por si flia e mbrëmjes. Aleluja. Antifona e dytë. Ti nxore shpirtin tim prej rrethimit, e lavdëroj emrin tënd. Aleluja. Psalmi 142. Ti je strehimi im. Me gjithë zë thëra Zotin në kushtrim, me sa zë kam Zotin e përbej. Para ti shkrehem në vajtimin tim, para ti e qes shtrëngimin tim. Me gjithë se shpirti im po meket në mua, ti e njeh udhën time. Udhës nga më duhej të kaloja, ma ngrehën grackën. Shikoja djathta se shihja, si shte askush që të më njoh, askund shtek shpëtimi, dhe s'është askush që të kujdeset për jetën time. Atëherë të thira në ndihmë o Zot e thash, ti je strehimi im, ti je pjesa ime në tokën e të gjallëve. Vështroj pritmat e mia, sepse jam përvujtruar për së tepërmi. Më liro prej salvuesve të mi, sepse nuk janë më të fortë se unë. Nxirre shpirtin tim prej rrethimit që ta lavdëroj emrin tënd. Rreth meje do të bashkohen të drejtët, nëse mirësisht do të kujdesesh për mua. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ti e nxore shpirtin tim prej rrethimit, e lavdëroj emrin tënd. Aleluja. Antifona e tretë. I dëgjueshëm Atit në vuajtjen e tij, Krishti, biri I hyjit, u bë shpëtim për çdo njeri që I shkon pas. Aleluja.
Kënga marrë nga letra drejtuar Filipianëve kapitulli 2, rreshta 6 deri 11. Krishti shërptori i hyjit. Krishti Jezus edhe pse me natyrë hyj, Barazinë e vetë me të nuk e çmoj si një visar që s'mundet pa të. por i amohoi vetvetes E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bë i ngjashëm me njerëz, dhe për kapamja jashtme, duke i vetëm njeri, e përuli vetvetën duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. mu deri në vdekje në kryq, Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmojë. Jezu Krishti është Zot në nder të hyjit atë. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. I dëgjueshëm Atit në vuajtjen e tij, Krishti biri i hyjit, u bë shpëtim për çdo njeri që i shkon pas. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga letra e parë e Shën Pjetrit Apostull, kapitulli 2, rreshti 9 dhe 10. Ju jeni fis i zgjedhur me shtari mbretërore, kombi shenjtë, popull që hyj e fitoi për vete, për t'i shpallur veprat e madhërueshme të atij që ju thirrin nga errësira në dritën e vet të mrekullueshme. Ju që dikur nuk ishit popull, e tani jeni populli i hyjit. Ju që dikur ishit të përjashtuar nga mëshira, e që tani e keni fituar mëshirën. Përgjigja e shkurtër. Rime ne o Zot, aleluja, aleluja. Rri me ne o Zot, aleluja, aleluja. Tashmë po bëhet natë. Aleluja, aleluja. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Rri me ne o Zot, aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Fjala e jetës të cilën unë ua shpalla i pastron zemrët tuaja, aleluja. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptorën e vet të përvuajt, qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrezoi princat prej fronave të tyre. e i lartësoj të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërptorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasarzve të tij në amshim. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Fjala e jetës të cilën unë ua shpalla, i pastron zemrat tuaja. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Ta përshëndesim dhe ta thërasim Krishtin, jetën dhe të ngjallurit ton. Biri i hyjit të gjallë, mbroje popullin tënd. O Zot Jezu Krisht, të lutemi për Kishën Katolike. Shëntroje në të vërtetën që të mbjell mbretërinë tënde në mesin e të gjithë popujve. Biri i hyjit të gjallë, mbroje popullin tënd. Të lutemi për ata që vuajnë për shkak të shtypjes, të varfërisë dhe të urisë. Jepu të gjithëve forcë dhe ndihmë. Biri i hyjit të gjallë, mbroje popullin tënd. Po të lutemi për ata që u larguan nga ti. Bëj që ta shijojnë ëmbëlsinë e faljes sate. Biri i hyjit të gjallë, mbroje popullin tënd. Shëlbuesi ynë që u kryqësove e u ngjalle. Ki mëshirë për ne kur të vish për ta gjykuar botën. Biri i hyjit të gjallë, mbroje popullin tënd. Të lutemi për miliarda njerëz që jetojnë mbi faqen e tokës. Dhe për ata që prej nesh u ndan me shpresën e ngjalljes. Biri i hyjit të gjallë, mbroje popullin tënd.
Aty yn që je në qiell, u shenjë troftë emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj, prej teje na vjen shpërblimi dhe bisia në shpirt. Priri sytë tu mbi ne që na do si bab. Ne besojmë në Krishtin, na dhuro lirinë e vërtetë dhe jetën e pasosur, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Zoti na bekof, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.